sezon që kam pas me nylon të mbulur. U dosh nga dielli. Çuna ky ka qenë fiksimi im, kam qenë i vogël. Shikoni pak. Perfekte ka qenë. Diçka Është djegur vetëm nga mbulimi me plasmas. Shikoj se është bërë. Një vit e la me plasmas sipër do dojë boja. Por një vit që ka ndetë. Shiko pak. Ajo që ka qenë mbulur. Pra në bukuroshës. Kjo është fiksim. Kjo funksionon, punon si makinë? Kam pas funksionale, kam qenë për Kishtë është prishur. komandon një ospun nga Volkswagen Beetle. 1600 motori? Mund ta hapi motorin? Po hape. Po. A di da nxjerrësh, do vi kasile nga Shqipëria, të bëjmë xhiro me këtë. Kjo ka qenë shumë vetur e mirë, po e kam dëmtuar vetë. Një që rregullohet, nuk është problem. Është vetëm llaku sipër. Është vetëm llaku. Kujdes, triqe pak më para. Okej. Motorin e vet me gjitha. Po, gjitha e vetë dhe ka qenë në gjendje perfekte. Dhe korrozion nuk ka dhe nuk ka. Jo, shoh, e shoh. As E shoh. fund nuk ka korrozion. Po tash që kam pas një vjet të mbulum, ka filluar këtë ozontu, edhe këto edhe. Lagështira e Po normale. lagështira, po. Ndrysh ku s'fle kur. Shiko se u bë. Çuna mjaftojmë, besoj për sot. Nesër do ju tregojmë të tjera. Ju përshëndes gjithë dhe faleminderit që keni durim dhe ndiqni videot e mia.